edhe këtu po kish kuptohesh se nuk mund të kaloj 100 herë një kualitet. Më kupton? Ti je sigur për këtë. Am kupton tani. Nga ana ekonomike unë mos më mendoj nga ana financiare do ta sjell. Shumë mirë. Tu sharova sa i ke sërë të njërë pa në po. Ma shumë shumë sërë ma gjërë. Shumë mirë, nuk pasët absolutisht situacioni sërë. Situacioni, kur bën situacioni, për qëto projekte që i ka qitë këto, atëherë në fund, bën lek për kvalitet. Ma qëto e? Pa u përfundu, pa pru situacioni rrugës, që ka më përfundu, pa vlas... Objekti kontratave, sepse kualitimi që se shtil, mund jetë një kontratë e cila ka përfunduar. E ka sjell kualitimin. E ndërruar kolegja. Shumë mirë ki, ne na serviset i gjithë materiali që nga o bo investimi, dhe ku ka shku investimi, dhe me liqë kur bëhat kualitimi, që ne t'i ndojmë të lek. Jo i ndojmë sot lek ne, pa bo hala punë të atje, për kualitet. Që shok e punë? Kur të vija puna për shembull për më bëj kualitime, për më ndoj lek për kualitet. Ky është një parashikim. Je në parashikim kjo vendim. Që kjo është vendim. Jo, është parashikim. Projekt vendim. Po projekt vendim kalon vendim. Nëse ta morim me radhë, është supervizim punimësh gjimnazis Skënderbeu. Shumë mirë, merrim me radhë. Po pra. Atëherë punimet e gjimnazit janë bërë dhe situacioni ka kalu. Nuk ka kalu vetëm supervizim. Ne kemi projektin parasye fundesh nuk ka kalu. Kallzoj kush e pa supervizim. Ku i takon supervizimi? Nuk kallzoj më ty në njerë do të po. Se për që puni e këto mësaj. Nuk keni me përzjedh firë me një kush e pa shumë. I takon fundesh bashkis. Nga të ardhët, nga grondi, nga mbetjet, qajnë që ke shumë të shumë. Në kjetë shkrume, qatë zeronisht, është nga bugjeti të ashtuar, bugjeti i pak është të zutë. Për shemë, punimi rrugës zarishtë. Sa po ka kjo punimi rrugës zarishtë? Kjo është 2018. Bukur, shka dojnë binesh këta? Janë detyrimet prapambetura. Ta shumë në rrugëtoj, ta detyrimet prapambetura, e atje s'ka që kur të ndopat dhe i të dërkon, që shkove? Janë detyrimet prapambetura. Arsiu pse? Janë detyrimet prapambetura për punimet që janë kryer në 2018. Dhe kanë me të papaguar. Ne kemi gjetë të trashëguara, po nuk mund paraqiten pas një buxhet nëse nuk shlyhen detyrimet e papambetura. Kjo ka me të përmungjes dokumentacionit firmës. Nuk ka paraqit dokumenta për me marrë lek. Dhe ne kemi paraqit, në moment që ai paraqit dokumentacionin, i bëjmë pagesë. Po buxheti ja merret edhe vjet ky dhe nuk është konsumu, do ta merret prapë. Se është për 2026. 25 nga qenë miratuar, 24 nga qenë miratuar, ndërmi papambetur. Dhe nuk është paguar si. A din të ndëruar që rruga Domaj Pogaj nuk kalohet as vizitor? Një. A din më ndëruar tjetër për shembull që rrugë tjera janë të marrur komplet. Dhe ti vjen më këto gjona që papambete këto pa të argumentuar. Që ne do t'i miratojmë këto. Më duhet se ki ka pëmë, nuk e kërë të pasën pyetje tjetër, kanë problem. Për momentin ja. Atëherë të ndruar këshilltarë dhe janë përqendruar. Jena gjithë punë në kuadrat e rishqitjes të kalojmë në votim. Kush është edhe njerë projekt gënim shtetë punë në bugjet të partizat, kush është projekt lutem? Nga abstenim nga tonë për nejë. Kalojmë në pikin e vane. Projekt gënim, kreatimin e përdojnit të fondit gradit të performancës me burim financimin të huaj. Përësirë në të i qifit. Ma jo, për interes i privato, kjo interes publik. Interes publik. Intereson, që intereson këshilë, që vetë. Kaq, unë e thama të asha, mendoj dhe qëfar duhet më bo. Shumë sa. Kaq. Nuk jam vota, një vot jam vota.
Nëse vjen puna për shembull me put me çështje të tjera, me anale të tjera zyrtare, atëherë unë e bëj si shqiptar privatisht. Në të çështja për shembull, vazhdo të dimeshi votatorit për çështën e kafe. Bashkia me aplikimet edhe punën që është kryer gjatë vitit 2025 ka përfituar në bashkëpunim me nga grandi performancës rreth 1.000.000 pjesa po për 4.800.000 është shpërndarë nga buxheti i qeverisë është shpërndarë për i vendimi që sa po kalon. Dhe pjesa e dytë që është nga grandi i ujit, nga buxheti nga transferita e ujit, 5.999.903 lekë, do të qilet nëpërmes Ministrisë Financave. Dhe pastaj do kalojë donacioni Ministri për përfitim nga fondet e ujit. Ky fond është parashikuar, ne kemi bërë ripunim projektit të rrugës që lidh Bregën e Vlorës në fshatin Nikoliç. Projekti ka qenë rreth 9 milionë euro për asfaltim dhe rekonstruksion të rrugës përgjithshme. Projekti i përgjithshëm ka qenë 9 milionë euro. Dhe ne kemi bërë ripunim të atij projekti. Për ka 9 milionë euro? Për fillon rruga Breg Vlorës edhe del Ngula e Gratit. Ka qenë projekt i vjetër dhe është